Armand Xhelili pasi për në Orikum ka rënë një zjarr dhe të marrim informacionet e fundit nëse rrezikohen banesa, ndërkohë që ka prani të forcave zjarrfikse. Përshëndetje Mandi, atëherë cilat janë informacionet e fundit që vijnë rreth rënies këtij zjarri në zonën e Orikumit, prej sa orësh dhe apo vjon betejë me flakt? Po, përshëndetje, në fakt si pasojë e erës së madhe, zjarri vjon të jetë ende prezent në Orikum, në kodrat e Orikumit, ku përpasoj rrezikon të digjet një banesë, ndërkohë që drejt Orikumit kanë shkuar 2 mjete zjarrfikse nga Vlora si dhe 6 efektiv, ndërkohë që zjarrfikseve nga Vlora i është bashkuar edhe një prej zjarrfikseve e cila ndodhet në repartin e Pashalimanit. Zjarri i cili ka nisur rreth një orë më përpara, shohet që është i qëllimshëm dhe do jetë vendosur nga një banor i zonës në sezonin e hapjes së kullotave. Pra janë kryesisht çoban ata të cilat i vendosin flakët dhe janë për të hapur kryesisht kullotat për bagtitë e tyre. Ndërkohë që si pasojë e erës së fortë, siç duket, zjarri vjon të jetë për hapje, rrezikohet një banesë dhe një automjet e cili është e parkuar aty, prandaj dhe forcat e zjarrfikses janë duke luftuar në vendin në cilën ndodhet banesa si dhe ndodhet automjeti. Deri tani zjarri po mbahet në kontroll në mënyrë që të mos i afrohet banesës, megjithatë forcat e zjarrfikses vjon të jenë ende në luftë me flakët. Por era e madhe siç duket ka bërë që flakët të përhapen duke tjegur sipërfaqe të mëdha me shkurrë dhe kullota. Ndërkohë, Mandi, po shohim që ka edhe vështirësi për shkak të erës së fortë, por kemi dhe përkeqësim të motit. Si paraqitet situata në Vlorë? A kemi pezullim të mjeteve të vogla lundruese në det? Për datat 11 dhe 12 mars, siç ka bërë me dije edhe Kapitaneria e Portit të Vlorës, të gjitha mjetet lundruese, anjet e peshkimit të cilët operojnë brenda xhirit dhe jashtë xhirit janë njoftuar që të sigurojnë mjetet e tyre dhe të mos dalin në det. Fuqia e dallgëve arrin deri në 5 ballë brenda xhirit, kurse 6 deri në 7 ballë në det të hapur. Ndërkohë që për sa i përket tragetit i cili operon në linjë Vlorë-Brinci, ditën e sotme ka mbritur me vonesë në orën 12, pritet të mbrijë rreth orës 12:01, si pasojë e motit të trazuar, ndërkohë që është nisur me vonesë në aporti i Brincit. Për sa i përket lundrimit të trageteve, Kapitania bën me dije se do të jetë normal, nuk do të pezullohet, por që e pezulluar është vetëm për anjet e peshkimit. Ndërkohë, në këto momente që po flasim, situata duket e përkeqësuar për sa i përket kushteve atmosferike. Normalisht, prandaj edhe Kapitaneria ka njoftuar që në orët e para të mëngjesit, datat 11 dhe 12 mars, normalisht që koha do të jetë e tillë, është parashikuar që të ketë edhe reshje shiu, megjithatë duket që era e fortë do të jetë prezente në 2 ditët në vijim sot edhe nesër, dhe për këtë normalisht janë marrë masat nga ana e peshkatarëve të cilët operojnë brenda dhe jashtë xhirit të Vlorës. Mirë, unë të falenderoj. Faleminderit Mandi për gjitha këto informacione. Nëse do të ketë të tjera zhvillime me njerë, do të lidhemi me ju në Vlorë. Ne do të qëndrojmë, do të flasim në fakt për kushtet atmosferike, si do të jenë